Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Muaji tetor, ose i quajtur ndryshe si muaji roz, është një muaj sensibilizimi për të gjitha vajzat dhe gratë, për të bërë ekzaminimet përkatëse, për të konstatuar në kohë kancerin e gjirit. Ne kemi pasur mundësi të ftojmë vazhdimisht mjek të cilët kanë folur për kancerin e gjirit, për masat parandaluese dhe natyrisht edhe për raste të veçanta. Për fat mirë, kam bëritur një mjeke kirurge specializuar për kancerin e gjirit nga Greqia. Ajo punon prej shumë vitesh si mjeke specializuar, pikërisht për këtë sëmundje në klinikën e saj në Selanik, ndërkohë që jep mësim edhe në Qipro. Ka rrëfyer gjëre gjatë në një intervistë me kolegen ton, me gazetaren Eftiola Fili, dhe do të ndaj me ne një intervistë e cila absolutisht është shumë e vlefshme për të gjitha vajzat, nënat dhe gratë. Tani ju ftoj të ndiqni intervistën e mjekes Jota Sasopulu dhe do të rikthehemi pastaj sërish në studio. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur në RTS Korça. Καλησπέρα και από μένα. Mirëmbrëma. Ju uroj një muaj të mbar, një tetor të mbar, sepse tetori është muaji ynë. Është muaji i evidentimit të kancerit të gjirit. Jam e gëzuar që rikthehem pas disa vitesh. Kam shumë miq në Korçë dhe shumë pacientë të cilët vinë në klinikën time në Selanik. Atyre u kisha premtuar se do të vija në Korçë. Disa vite më parë kemi bërë një seminar në mjediset e Universitetit të Korçës me zonjat e nderuara dhe një kohësisht pedagoge të universitetit, zonjën Pavlina Evro dhe zonjën Sorina Koti. Ndërkohë, u dha mundësi zonjave për të kryer vizita pa pagesë. Kështu që është kënaqësi për mua që ndodhem sërish këtu. Do të qëndroj 2 ditë bashkë me stafin tim për të kryer vizita pa pagesë për të gjitha zonjat që dëshirojnë. Një mision shumë i bukur ky që jeni duke zhvilluar në fakt në qytetin e Korçës, që siç e thatë edhe ju nuk është hera e parë që vini për të dhënë mesazhe të bukura ndërgjegjësuese. Por unë do doja që të ndaleshim pak tek karriera juaj gjatë gjithë këtyre viteve, çfarë bëni ju në Greqi për të cilë kështu edhe eksperiencën tuaj në vendin tonë. Είμαι χειρουργός. Jam kirurge mostrologe. Kam studiuar në Milano dhe kam 27 vite punë në këtë profesion. Jap mësim në Universitetin e Qipros, por klinikën time e kam në Selanik. Kemi ndihmuar gratë të cilat kanë probleme ekonomike dhe këtë muaj ja dedikojmë aktiviteteve që lidhen me kancerin e gjirit, duke ju dhënë mundësi grave të ekzaminohen nga ne falas, veçanërisht atyre grave të cilat nuk kanë mundësi pagese. U tregojmë atyre si të evidentojnë çfarë duhet të bëjnë, eko dhe mamografi, dhe nëse duhet të vazhdojnë apo jo ekzaminime të tjera, siç janë MRI, biopsi apo kirurgji. Kjo është puna ime. Gjiri për mua është një organ që duhet vëzhguar, sepse është një organ që ka të bëjë me gjithëdhënien e gruas. Gjithëdhënia është bekim për çdo grua, dhe ne ja kemi kushtuar jetën tonë këtij organi. Ndërkohë do të rikthehemi sërish tek misioni që jeni duke zhvilluar në qytetin e Korçës. Çfarë konkretisht do të zhvillohet në qytetin tonë dhe cili është programi i vizitës tuaj këtu? Σήμερα ήρθα στην Κοριτσά για να προγραμματίσω. Sot erdha në Korçë për të programuar 1 ose 2 ditë, aq sa të jetë e nevojshme, për të ekzaminuar falas të gjitha ato zonja të cilat kanë dëshirë. Jo vetëm, por edhe nëse ka kolegë të cilët merren me këtë qëllim, ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, të flasim, të ndihmojmë çdo grua që ka nevojë, dhe akoma më tepër, ato gra të cilat janë të evidentuara. Sot do të programojmë vizitat dhe në vazhdim do të jemi në kontakt për ditët se kur mund të vinë të ekzaminohen. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε τις μέρες και να ενημερωθείτε για το πότε μπορείτε να έρθετε να εξεταστείτε. Nisur nga eksperienca juaj, nga gjithë vitet e punës, cila është këshilla juaj, çfarë do doni t'ju thoshit të gjitha grave dhe vajzave për kujdesin që duhet kenë ato për gjirin e tyre?
Σήμερα ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός. Sot kanceri i gjirit është kanceri më i zakonshëm i grave. Deri vitin e kaluar, thoshim që probabiliteti i prekjes është 1 në 8 gra, por për fat të keq, ky probabilitet është rritur. Pra 1 në 7 gra ka probabilitet për të prekur nga kanceri i gjirit. Gjiri është një organ për të cilin mund të bëjmë mamografi dhe eko. E pikërisht, për këtë evidentim, gjithë muajin tetor mund të bëjmë ekzaminime, por jo vetëm në tetor. Por është shumë e rëndësishme që një grua të kryejë ekzaminime gjatë gjithë vitit. Duhet të shkojë te doktori i gjirit, pra te mostrologu, për të parë dhe kontrolluar gjirin. Të shikojë se çfarë problemi ka, të shohë se si ishte gjiri më përpara e si është tani. Pra, si ishte vitin e kaluar dhe a ka pësuar ndryshime? Dhe të kryej të gjitha ekzaminimet e nevojshme. Ta parandaloj këtë sëmundje. Gratë deri në moshën 35 vjeç bëjnë vetëm eko. Pas moshës 35 vjeç e lartë, duhet të bëjnë eko dhe mamografi, sepse kështu e njohin gjirin më mirë nga ana ndërtimore. Grave, pas moshës 40 vjeç, ju rekomandohet të kryen rregullisht mamografi. Vajzave të reja u mësojmë se si duhet të njohin gjirin e tyre, u shpjegojmë se çfarë duhet kenë kujdes. Nëse në një familje ka pasur të afërm me kancerin e gjirit, ose kanë bërë hormoneterapi, duhet të ekzaminojnë vajzat nga mosha 18 vjeç e lartë, madje ndonjëherë edhe më të vogla. Raste të tilla ndodhin rrallë, nuk duam t'i shqetësojmë vajzat. Vetëm u themi se duhet ta kontrollojnë gjirin, dhe nëse shohin diçka që i shqetëson, t'i thonë nënës dhe të kryen një vizitë tek mjeku. Pra, ky është ekzaminimi bazë që ne bëjmë. I këshilloj të gjitha vajzat e gratë të mos mjaftohen vetëm me faktin që e bën mamografin, por të shkojnë tek mjeku dhe të kërkojnë interpretimin e saj, për të kuptuar nëse çdo gjë shkon mirë dhe pas një viti të rikontrollohen. Nëse konstatohet diçka shqetësuese, duhet të vazhdohet me ekzaminime të tjera. Nëse është diçka që nuk pret datën e ekzaminimit, atëherë duhet bërë një rezonancë, më pas një biopsi dhe gjithçka që është e nevojshme. Ky është protokolli që ndjekim për gjirin. Për fat të keq, mosha e grave që preken nga kanceri i gjirit është ulur shumë. Duke nisur nga 40, 45, 50, 55 vjeç, që është edhe mosha më e vështirë, ne përballemi me kancerin e gjirit dhe pikërisht në këto mosha duhet të jemi të vëmendshëm. Nëse ndjekim këtë radh pune, gjiri është një organ që po u kap një problem tek ai që në fillim mund të shërohet. Dhe ne këtë duam, që gruaja të kuptojë që sa më herët gjejmë diçka të dyshimt në gjë, aq më shpejt mund ta përballojmë. Do të jetë shumë e thjeshtë për gruan për të shëruar dhe për të vazhduar me rutinën e ekzaminimeve si çdo grua tjetër. Dhe në fakt, ky është mesazhi që duam të përcjellim. Kontrolloni gjirin, bëni ekzaminimet që gjiri juaj të jetë i shëndetshëm. Nëse mundemi t'ju japim disa këshilla praktike, se si mund ta vetë kontrollojnë trupin e tyre dhe të kenë në kontroll shëndetin e tyre të gjitha gratë dhe vajzat. Την αυτοεξέταση την ξεκινάμε από πολύ νωρίς, δηλαδή η μητέρα δείχνει στην κόρη. Ekzaminimin e fillojmë në moshat e hershme. Nëna i tregon vajzës së re se çfarë duhet ketë kujdes tek gjiri. Që të bëhet një ekzaminim i sakt, vendosim 4 gishta, i rrotullojmë sipër dhe bëjmë lëvizje rrethore në të gjithë gjirin, ose lëvizje rrumbullake, ose nga lart poshtë. Rëndësi ka të shohim të gjithë zonën, që këtu deri këtu dhe të gjithë gjirin. Meqense gjiri është i butë, mund të prekim diçka dhe të humbasim në qëndrimin në këmbë. Prandaj, qëndrojmë para pasqyrës dhe ekzaminojmë gjirin. Prekim të gjithë gjirin dhe kur qëndrojmë shtrirë, bëjmë të njëjtin veprim. Edhe kur bëjmë dush, dora është më e thjeshtë të rrëshqas dhe ndoshta mund të konstatojmë diçka të re, të çuditshme. Gratë më pyesin, çfarë do të prek?
do ta kuptoni sepse është diçka që për dorën tuaj do të jetë e huaj. Mund të jetë diçka e rrumbullakët, e ashpër, mund të jetë kokra e gjirit ndryshe ose e thithër nga brenda dhe nuk del jashtë, ose mund të shikoni diçka si një lloj ekzeme, në të cilën mund të vendosim pak krem që mund të ikë për momentin, por shfaqet përsëri. Patjetër, për çdo gjë që është e huaj në gji, duhet të shohim me shumë kujdes. Shumë gra për fat të keq thonë, tani e prek me dorë, pastaj zhduket ose është zvogëluar, të pres edhe pak. Dhe pikërisht këtu gabojnë. Kanceri rritet e zhvillohet. Pra çdo gjë që prekim dhe na duket e huaj, ose kur njëri gji nuk është si tjetri, duhet patjetër të shkojmë tek mjeku. Asnjëherë gjiri i majt nuk është si i djathti. Ndryshe është i majti dhe ndryshe i djathti, por nëse duart prekin diçka shqetësuese, duhet urgjent të shkojmë tek mjeku. Është më mirë të bëjmë një ekzaminim, të shohim nëse është diçka serioze, sesa të lëmë të kaloj koha të zhvillohet dhe më pas gjërat mund të vështirësohen edhe më shumë. Από το να το αφήσουμε, να περνάει ο καιρός, να μεγαλώνει και μετά τα πράγματα να δυσκολεύουν πολύ. Në këndvështrimin tuaj si mjeke me gjithë këto vite eksperiencë, a ka ndryshuar mendësia e grave dhe vajzave qoftë për vetë kontrollin e trupit të tyre, e gjirit, por qoftë edhe e të shkuarit tek mjeku në kohën e duhur për të parandaluar kancerin e gjirit? A ka një ndryshim me kalimin e viteve? Σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες έχουν Vitet e fundit gjërat kanë ndryshuar shumë. Gratë po ndërgjegjësohen dhe pyesin se ku duhet të shkojnë të bëjnë kontrolle. Nuk ndodh si më parë, kur kanceri gjendej në gjirin e një gruaje shumë i përparuar. Nuk kam statistika apo informacione të sakta për në Shqipëri, por di të them që kam parë shumë zonja nga Shqipëria të interesuara. Kërkojnë të kuptojnë, të gjejnë zgjidhje dhe pyesin se si mund ta përballojnë. Gjithmonë themi që duhet të bëhet prekje me dorë. Në të shumtën e rasteve kanceri nuk dhemb, ashtu sikurse ka edhe raste të kancerave që nuk shërohen. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që të gjithë jemi mjek, secili ka pozicionin e tij, por në këtë rast ne duhet të shkojmë vetëm tek mjeku i gjirit. Nuk duhet të kërkojmë zgjidhje të tjera. Sot gratë dhe vajzat kërkojnë mjekun kompetent, por vite më parë nuk e kuptonin fjalën mostologos, pra mjeku i gjirit. Ai nuk është ginekolog. Edhe ginekologu mund ta shohë gjirin, por ne kërkojmë të jemi më korrekt. Tu kuptoni që ka profesionistë që merren vetëm me një organ dhe në këtë rast ata janë kompetent për gjirin. Jemi me fat që vajzat e reja na dëgjojnë, madje sillin për vizita në nënë dhe motrën, dhe këtë duhet ta bëjnë të gjitha gratë. Më ndodh që në klinikën time ku vijnë shumë gra, i pyes, kur e ke kryer ekzaminimin e fundit? Dhe përgjigjja mund të jetë asnjëherë. Natyrisht, përpiqemi të gjejmë zgjidhje. Ky është mesazhi i sotëm. Bëni një vetë kontroll. Shikoni në thellësi se çfarë ndodh me gjirin tuaj, sepse kanceri i gjirit në të shumtën e rasteve nuk dhemb. Madje ndonjëherë as nuk mund ta prekësh. Δεν πονάει και καμιά φορά δεν πιάνεται κιόλας. Do doja që ta mbyllim me një mesazh të drejtë për dikë që është duke na ndjekur që tashmë është diagnostikuar me kancerin e gjirit dhe është duke u përballur me këtë sëmundje që është vështirë për t'u kapërzyer, apo me sfidat edhe gjithë vështirësitë që është duke u përballur, po qoftë edhe për gjitha gratë dhe vajzat që janë duke na ndjekur në këto momente. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προς όλες τις γυναίκες. Mesazhi që duam t'ju japim të gjitha grave është se sot kanceri i gjirit është i shërueshëm. Mjekohet dhe shërohet. Mjafton të mos e lëm veten tonë, por të bëjmë kontrolle, eko, mamografi dhe të kryejmë vizita tek mjeku i gjirit. Çdo gjë që duket e vogël, zhduket dhe është 100% e shërueshme. Nëse gjërat lihen pas dore, mund të bëhen të vështira. Një kancer i lënë pas dore përballohet me shumë vështirësi. Ne këtë duam t'ju themi të gjitha grave, të mos kenë frikë, të mos tremben, të bëjnë ekzaminime, sepse parandalojnë dhe shpëtojnë jetë. Η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.
Të falenderojmë gjithashtu edhe për ardhjen tënde në qytetin e Korçës dhe për ndarjen e eksperiencave apo qofte edhe dhënien e kontributit tuaj në këtë fushat ndërgjegjësuese botërore në kuadër të kancerit të gjirit. Ishte shumë kënaqësi. Εγώ ευχαριστώ που είμαι σήμερα κοντά σας. Faleminderit και σύντομα Uroj të jemi përsëri së bashku për të dhënë mesazhe të tilla. Σας ευχαριστώ. Faleminderit. Faleminderit ty. Dhe pastaj interviste që absolutisht na ka dhënë informacione shumë të nevojshme, të domosdoshme dhe shumë këshilla për të zbatuar nga të gjithë, ne do të vazhdojmë në pjesën e dytë të pak nga të gjitha, sepse 10 tetori, ashtu sikurse çdo vit kemi folur, shënon një ditë shumë të rëndësishme, ditën e shëndetit mendor. Ndryshe nga herët e tjera, unë e kam fokusuar vëmendjen tek të tjerë aktorë të cilët janë bashkuar qendrave shëndetësore. Kësaj here punojësve social që duket se luajnë një rol shumë të rëndësishëm në qendrat shëndetësore, janë një nevojë domosdoshme për të gjithë popullatën. Unë e kam njohur në fakt Albertin, punojësi social që e kam ftuar sot në studio, në 2 situata të ndryshme, po herën e fundit kur kam patur mundësi ta intervistoj për një anketim që kam realizuar në qendrat e ndryshme shëndetësore të qytetit tonë. Dhe aty kam parë realisht një punojës social shumë të përkushtuar, ndaj ishte shumë kënaqësi për mua ta ndaja një bisedë me të në studio në këtë ditë shumë të rëndësishme, por nuk do të flasim vetëm për ditën e shëndetit mendor, por edhe për rolin i jashtëzakonshëm që ka punojësi në qendrat shëndetësore. Albert Çepi është punonjës social pranë qendrës socio-shëndetësore numër 3 në qytetin e Korçës. Albert, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta dhe për herë faleminderit të shumë për parë, ftesën. faleminderit. Për herë të parë në pak nga gjitha, apo jo për herë të parë në televizionin tonë, ne jemi takuar në një tjetër format televiziv dhe më vjen mirë që tashmë prej më tepër se 2 vitesh ti punon në një qendër shëndetësore ku ju shërben të gjithë banorëve të asaj zone që është relativisht një zonë e madhe. Dhe për të kuptuar dhe për gjithë teleshikuesit dhe për ata që nuk e dinë që në disa qendra shëndetësore në qytetin e Korçës ne kemi punonjës social. Po për ta kuptuar të gjithë, cili është roli që luan punonjësi social në një qendër shëndetësore? Unë dhe ju falenderoj shumë për ftesën dhe për mundësinë që jemi së bashku edhe për të folur akoma më shumë për një profesionist shumë të nderuar që është roli i punonjës social në fakt vetëm në qendrat socio-shëndetësore, por edhe në shumë fusha të jetës shoqërore, sociale të çdo shoqërie. Punonjësi social është një aktor realisht shumë i rëndësishëm në shoqëri. Specifikisht punonjësi social nga vetë fjala duke merret me çështje dhe punë të natyrës sociale, shoqërore të komuniteteve të ndryshme, duke punuar si me individ, po ashtu edhe me grupe të vogla apo edhe me komunitetin e gjerë. Unë kam fatin e mirë që prej disa kohësh unë jam duke ofruar shërbimin tim pranë qendrës socio-shëndetësore numër 3 në Korçë, duke ofruar këshillim, duke ofruar ndërlidhje me shërbime, duke ofruar psikoedukim, duke ofruar ekspertizën time për të mundësuar individëve, kolegëve, komunitetit një perspektivë tjetër edhe një mundësi më shumë për patur një jetë sa më të plotë. Dhe punonjësi social faktikisht për mua një nga gjërat që ai bën është fokusi që ka vetëm tek individi, por edhe tek mjedisi. Dhe punonjësi social është ai që bën ndërlidhje midis individit edhe mjedisit ku individi jeton, po ashtu edhe midis individit dhe komunitetit në cilën individi është pjesë. Kështu që realisht në planin e punës si punonjës social unë e kam ndarë punën time duke u ndarë në 3 pika kryesore, duke punuar si fillim me pacientët që vinë për marrë shërbim pranë qendrës socio-shëndetësore, duke punuar gjithashtu me profesionistët që janë në qendrat socio-shëndetësore, duke futur këtu si mjek, po ashtu infermier, unë di që në disa qendra janë duke u përfshirë edhe fizioterapist, po në qendrën tonë ne jemi duke punuar pikërisht me këto 3 grupe kryesore, pra mjek, infermier edhe unë si pjesa e shërbimit social. Po ashtu duke punuar pastaj edhe bashkë edhe me kolegët, me profesionistët e tjerë, duke punuar pastaj duke u ndarë edhe në popullatën e gjerë. Albert, sa e rëndësishme është ndërgjegjësimi për shëndetin mendor në komunitet? Unë të falenderoj shumë për këtë pyetje, sepse realisht është një pyetje që është shumë e rëndësishme, duke dhe thjesht, por që vërtet mbart shumë të vërteta brenda saj.
Ndërgjegjësimi realisht ne si shoqëri kemi nevojë gjithmonë më shumë për të hapur në kuptimin e mirë të fjalës, për të qenë jo thjesht të ngurtë në ato konturet tona të brendshme, siç kemi edhe shprehje të që ne zakonisht kur na vinë miqt, çfarë bëjnë ndoshta ato pjesët të papastërtisë i fushin poshtë tapetit për mos i parë njerëj. Për të mos i marrë vesh. Po, apo edhe rrobat i fusim me bam në dollap dhe i mbyllim që që të duket sa më bukur nga jashtë. Dhe harrojmë që të punojmë me hapasapi duke pastruar gjërat me radhë, duke marrë gjërat në radhën e duhur. Edhe një nga gjërat është ajo që shpesh neve si ndoshta si shoqëri në përgjithësi them, kemi këtë pjesën e paragjykimit. Dhe shëndeti mendor duket si një lloj stigme që o më mirë nuk po vete fare tek profesionisti, qoftë ky punës social, qoftë ky psikolog apo qoftë edhe psikiatër apo fushat të ndryshme që ofrojnë profesionistë të ndryshëm që ofrojnë shërbimin. Po nuk mendoj që nuk do vete sepse po vajta do të marrë vesh komshia, do të marrë vesh komshiu, do të marrë vesh shoku, shoqja, një i afërm apo shoqëria dhe do të stigmatizohen. Dhe izolohen këta persona. Dhe fatkeqësisht ajo që ndodh një pjesë e madhe njerëzve izolohen brenda guasës së tyre, duke luftuar me shëndet mendor, duke luftuar me veten dhe duke mos patur mundësi për të gjetur zgjidhje brenda tyre. Mirë, ndërsa ne do të vazhdojmë bisedën me Albertin, unë do aftoja teknikën që të fusim në një lidhje të drejtë për drejtë, një mjeke psikiatre e cila gjithmonë ka qenë prezent në studiot tona, gjithmonë kemi ndarë me të dhëna edhe shpeshherë edhe statistikore, përsa i përket problematikave të shëndetit mendor, ajo është çdo ditë në kontakt me pacientët e saj të grup moshave të ndryshme dhe gjithmonë nga sjell të reja përsa i përket punës së saj të përditshme. Doktoresh, mirë se erdhe në studion tonë. Ju përshëndes, faleminderit Eriona, ju uroj për emisionin, përshëndetje. Faleminderit shumë që gjete kohën mes gjithë angazhimeve të tua gjatë një dite të lodhshme për të na u bashkuar dhe ju e dini që ne gjithmonë kërkojmë informacione nga profesionistë si ju. Doktoresh, ajo që mua më shqetëson si qytetare është kur shpeshherë marr informacione në mënyrë jo zyrtare për rritjen e ndjeshme të personave që preken nga shëndeti mendor në qytetin e Korçës dhe në rrethinat e saj. Vërtet po shtohet ky numër? Është e vërtet kjo që ju thoni Eriona, kërkesat janë në rritje, nevojat për persona me probleme të shëndetit mendor dhe aq më tepër për persona me problematika sociale dhe familjare. Shifrat janë në rritje, ndihet ndjeshëm, emigracioni ka bërë punën e vet, të rinjt janë larguar, mosha e tretë ngelen vetëm, njerëzit me aftësi të kufizuar, siç janë personat me probleme të shëndetit mendor, që duan dhe suport familjar dhe social, gjithmonë më shumë po ngelen vetëm dhe kjo rrit problematikën dhe shton nevojat për shërbim, për kapacitete, sigurisht për suport social, pse jo dhe për rezidenca dhe trajtim afatgjat. Nga informacione që përcolle, do të thotë që nuk kemi klasifikime mosha, se të gjitha grup moshat përfshihen. Atëre problematikat janë së pari unë e them në bërthan, çka do të thotë brenda familjes. Brenda familjes. Po. Këto manifestohen edhe në komunitet, në raportet me komunitetin dhe shtojnë në problematika sociale, gjithmonë një familje me probleme të ndryshme, ekonomike, probleme divorci, probleme veprash penale, abuzime me substancat, disa martesa, të gjitha këto rritin problematika sociale në mënyrën e rritjes dhe edukimit të individit dhe e pasqyrojnë individin me problematikat në komunitet. Jo se në vetë komuniteti nuk ka problematikat e veta në trajtimet e rastit, mënyra se si ne e trajtojmë një person me problemet shëndetit mendor, si reagojmë në një person që ka problematika familjare dhe të gjitha këto bëjnë bashkë problematika në rritje në lidhje me jo vetëm me sëmundjet mendore, por edhe me problemet sociale që janë të kohës, siç është plakja e popullsisë në raport me moshën e re, mungesa e lindjeve dhe rritja e numrit të personave që janë në moshën e tretë,
të cilët edhe këta, vetmia për këta përbën vetë një problematik, ku shton barën e sëmundshmërisë kronike, ku 2-3 sëmundje sjellin demencat ose problemet e shëndetit mendor, dhe familjet në krizë, familjet me problematika dhune, me problematika kur një prind është, tjetri është në mungesë, është në emigrim, ose i divorcuar, ose me problemet dhunës në familje, dhe të gjitha këto i ndjen ajo mosha më delikate që është në rritje edhe në edukim, që janë në fëmijë. Në ajo që na shqetëson më shumë ne si profesionistë, janë fillimet e hershme të problemeve të shëndetit mendor tek mosha e re, tek fëmijët e vegjël. Këtë doja t'ju pyesja, doktoresh, pikërisht këtu doja të ndalesha. Si mund të ndajmë një fëmijë që ka shfaq problematika në sjellje dhe problemet shëndetit mendor? Një fëmijë i cili vazhdimisht mund të jetë ndikuar nga marrëdhëniet që ka me bashkëmoshatarët e tij, po dua të theksoj pak dallimin, dua pak të ndalemi tek dallimi mes problematikave të sjelljes dhe problemeve të shëndetit mendor tek ta fëmijë, se janë ende fëmijë, deri në moshën 18 vjeç ata janë fëmijë. Megjithatë shfaqin kaq problematika të mëdha në sjellje, të ndikuar dhe nga rrjetet sociale, sa mund të arrin edhe në vepra penale, deri në vrasje. Tani, ky fëmijë nuk mund të konsiderohet me problemet të shëndetit mendor, thjesht me problemet të sjelljes, por ky akt që ai ka kryer, a mund ta çojë në një problem të theksuar të shëndetit mendor, sepse do të izolohet, do të gjykohet? Mënyra e rritjes dhe edukimit ndërton çdo individ. Sigurisht karakteri, temperamenti janë të lindura, janë produkte genetike, por mënyra e rritjes dhe edukimit 0-18 vjet është lidhet ngushtësisht me raportet familjare, me personat brenda familjes dhe mënyrën si rritet dhe edukohet një individ. Ata që ndjejnë më shumë këto çrregullime sjellore që ju përmendët, Eriona, janë edukatorët e kopsheve dhe mësuesët, që evidentojnë në problemet e para në rritjen dhe edukimin e fëmijës, kur fëmia bashkohet në një grup nxënësish, edhe pse familja shumë herë nuk e pranon, e fsheh, nuk është bashkëpunuese. Kjo është shumë e rëndësishme, që prindi më i afërt, edukatori, kujdestari duhet jetë të bashkëpunues me stafet arsimore, me edukatorët, me mësuesët. Pra, kur evidentohet problemi në grup, është i dukshëm, është i madh. Problemi duhet të duket më herët. Duhet të duket më herët tek një fëmijë që ka vonesa zhvillimi, që ka probleme të hershme, që mund të jenë dhe të spektrit, duhet të kuptohet më herët nga prindit, që të trajtohet herët dhe të korrigjohet. Sepse kur këto probleme rriten me rritjen e fëmijës, dhe korrigjimi është më i vështirë. Dhe ato që vënë më shumë edukatorët janë çrregullime sjellore që janë në masë tek fëmijët që rriten përpara teknologjisë. Dhe mua më ka ndodhur fëmijë që din anglisht dhe nuk din shqipen, me prindër shqiptar të rritur në Shqipëri. Është i çuditshme, janë të çuditshme rastet që un kam parë së fundmi në praktikën time, fëmijë 4-5 vjeç që flet dhe komunikon anglisht nga celulari dhe teknologjia, jo i rritur dhe edukuar jashtë shtetit, me 2 prindër shqiptar. Pra fëmia nuk njeh shqipen. Do thotë që s'ka pasur asnjë lloj komunikimi me prindrit. Pra nuk ka pasur komunikimin bazë fizik, ku komunikimi është shumë i rëndësishëm në zhvillimin, rritjen dhe edukimin. Koha që prindrit japin për fëmijën, kemi kohë, jemi në punë. Ku është koha për fëmijën? Është një kohë që ikën, nuk kthehet mbrapa, dhe që ti nëse fëmijës nuk i jep kohë, ky fëmijë të ikën nga duart. Nuk do ke shko ta korrigjosh, ta edukosh, ta përtërish. Janë stade të fëmirisë që nuk kthehen mbrapa. Pra ai fëmijë ka defekte pasaj në të folur, ka defekte në marrëdhënie sociale, në vëmendje, në përqendrim, në klasë, në shkollim, kur e zbulon edukatori dhe mësuesi është vonë, ajo kohë ka kaluar, që duhet i mësosh gjuhën shqipe, që duhet i japësh vëmendjen, dashurinë. Ajo kohë ka kaluar, është e humbur, nuk e rikthejmë dot mbrapa. Është më e rëndësishmja që duhet i japim fëmijës, që sa lind. Doktoresh, që një person të mos arrijë në marrjen e medikamenteve për problemet e shëndetit mendor, çfarë duhet i bëj? Pra, si ti paraprim
kësaj situate? Zhvillimi i individit dhe shëndeti fizik, ashtu edhe shëndeti mendor, si që kryohet imuniteti, që themi gjithëdhenja, krimi antikorpeve, kryerja e vaksinave, që kryon një individ të shëndetshëm nga ana organike dhe fizike. Prandaj është e rëndësishme dhe ushqyerja me gjithë, që ky individ të marrë antikorpe të jetë i fortë, sepse duke qenë i dobët që fëmijë zhvillon sëmundje alergjike, sëmundje infektive që rrëzojnë imunitetin, këto ndërtojnë hershëm. Ashtu edhe shëndeti mendor ndërton ato shtyllat e betonit hershëm. Që janë koha, empatia, vëmendja, dashuria, komunikimi me fëmijën, besimi, do me thënë fëmija duhet të besojë dhe prindi duhet ja krijojë këtë mundësi, sepse nëse fëmija nuk e beson prindin, nuk ka se si t'i hape, t'i tregoj për çfarë ndodh në jetën e përditshme, që një prind në distancë që s'ka komunikim, nuk e di që ky fëmijë abuzohet, neglizhohet, dhunohet, bullizohet, keqpërdoret në rrjetet sociale. Pra, nëse fëmija nuk krijon besimin tek prindi i vet, nuk ka se si, është një marrëdhënie komunikimi e dështuar. Dhe së pari këtu fillon edukimi dhe bazat e shëndetit mendor. Psikoanaliza dhe stadiet e Freudit ka të bëjë me shëndetin mendor të ndërtuar hershëm, pra ato stadiet duhet e kalohen shëndetshëm tek një fëmijë. Stadiet 0-2 vjeç, që nga gjithënia, edhe oraret e gjumit, edhe ushqyerja e shëndetshme, fëmija dëgjon zërin e nënës që në barkun e nënës, ashtu dëgjon dhe të bërtiturat që në barkun e nënës. Pra, nëse ka një ambient të dhunshëm, ky fëmijë lind i trembull, është një fëmijë që i dëgjon ato zhurma dhe nuk ndërton oraret e rregullta të gjumit. Pra, ushqyerja e shëndetshme, gjumi i shëndetshëm, koha e shëndetshme me fëmijën, komunikimi, parandalon një sëmundje të mëvonshme të shëndetit mendor. Sigurisht, pra janë këto stadiet e hershme të shëndetit, kur them, jo nëna që pinë alkool dhe duan në shtatzani, apo drog. Kemi nëna sot që në shtatzani përdorin kokainë, hashash, alkool, lëndë energjike, dhe ky fëmijë lind hiperaktiv, nuk fle, qanë, sepse shtatzania ka qenë jo e shëndetshme. Pra, zhvillimi i individit mendor dhe fizik është që në shtatzani stadiet e hershme 0-18 vjet, ambienti duhet jetë bashkëpunues, edukatorët duhet jenë edukues të besueshëm, komunikues, më e vlefshme se sa dhuratat, lodrat, celularët, është koha që ne harxojmë me fëmijën. Koha që i japim dashuri, vëmendje, t'i lexojmë një libër, më shumë se sa ta lejmë përpara teknologjisë, t'i zhvillojmë imagjinatën, lojrat krijuese në grup, që një ky fëmijë të jetë i shëndetshëm, kur të përballet me komunitetin nesër, të ditë të flasi bukur, të ndërtoj marrëdhënie sociale, që mos bjerë prej talljeve e bullizmit. Janë shumë të lidhura bashkë këto, shkak pasoj. Flasin për bullizmin, po ka një shkak ky bullizëm, që ky fëmijë bullizohet. Të dëmshme janë të dyja, por ka origjinën, ka shkakun, ka dhe pasojën, që fëmija të ndihet i shëndetshëm, i barabartë me shokët, jo inferior, i tërhequr, asocial. Fëmijët sot nuk ndërtojnë lojra në grup, duan gjithçka për vete. Gjithçka e duan të tyre, nuk din ta ndajnë kohën, lodrën, nuk din ta ndajnë me shokët. Është timja dhe këtu lidhin konfliktet e para midis fëmijëve. Mësojnë në pronën, mësojnë në pronësinë, gjithçka për vete, nuk din të ndajnë, të luajnë, të bashkëpunojnë dhe të kënaqen bashkërisht. Doktoresh, na ke dhënë nëpërmjet gjithë tyra, na ke dhënë këshilla shumë të vlefshme për prindrit, për të kuptuar që çdo sëmundje, ashtu si çdo sëmundje dhe sëmundja e shëndetit mendor, duhet të parandalohet. Është shumë më mirë të parandalohet se sa të kurohet. Pra, ju me të drejtë dhatë shembuj konkret që të gjithë prindrit, sidomos ata prindrit e rinj, të kujdesen mirë për fëmijët e tyre. Të falenderoj shumë që gjete kohë për të na u bashkuar. Falenderit Eriona, gjithmonë të flas me ju dhe të jem pjesë e emisioneve që ju drejtoni, është kënaqësi.
Dhe për mua është shumë kënaqësi kur dëgjoj mendimet e tua, se janë shumë të vyera për gjithë ne. Përballemi me njerëz të cilët kanë problematika, kanë shqetësime psikologjike, por ju thatë që shpeshherë ne mundohemi t'i fshehim ato. Po. Një profesionisti vështirë se mund t'i shpëtoj një njeri që ka diçka, ka një shqetësim psikologjik. Si e konstatoni ju atë, kur vjen në qendrën tuaj? Patjetër që kur flasim për pjesën e shëndetit, normalisht një pjesë e madhe e individëve janë mësuar që nëse afrohen pranë qendrave shëndetësore, tashmë socio-shëndetësore, afrohen përgjithsisht kur ata ndjejnë që kanë apo kuptojnë që kanë një çështje apo një shqetësim fizik, një dhimbje, një lëngim apo një parehati edhe afrohen. Edhe zakonisht kontakti i parë është mjeku i familjes që vjen në ndihmë. Por gjithmonë më shumë ne po shikojmë raste, akoma më shumë tani edhe njerëzit duke parë edhe duke ardhur, po shikojmë raste të njerëzve që vinë dhe kërkojnë ndihmë, jo më thjesht kur shikojnë diçka fizike që kanë një problem shëndetësor, por kur janë faktikisht që kuptojnë që janë nuk janë të plotë, sepse realisht shëndeti edhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mirëqenia nuk është thjesht shëndeti fizik, por është tërësia e njeriut, si ana fizike, ashtu dhe ana sociale, mendore edhe emocionale e individit. Ne edhe në jetën e përditshme, akoma më shumë një profesionist, por edhe në jetën e përditshme ne kuptojmë kur takojmë dikë edhe thjesht pamja e parë, që në paraqit nëse është, le themi, mirë apo jo. Nëse është në tërësinë e tij mirëqen, nëse i shëndetshëm apo jo. Po akoma më shumë kur afrohen pranë qendrës socio-shëndetësore, kuptohet që ka një shqetësim që mundon. Edhe pse, siç po thoni pak më parë, që ka disa që mundohen të fshehin edhe çështjet pak të shëndetit mendor, po ashtu edhe ato emocionale ndërthuren me anën sociale, me anën ekonomike edhe me anën të tjera të komunitetit, të sfidave, të problematikave që janë në komunitet. Kur dikush vjen edhe kërkon të marrë një shërbim, qoftë nga mjeku familjes apo nga konsultori, mua rastet më vijnë nga mjeku i familjes, ka raste kur rastet më vijnë nga infirmieri që punon pranë mjekut të familjes, apo pranë konsultorit të gruas, apo pranë konsultorit të fëmijës, po gjithashtu edhe ka edhe njerëz që kanë ardhur vetë duke kuptuar që duke dëgjuar që është një shërbim i tillë, shërbimi social, punës social pranë qendrave socio-shëndetësore, kanë ardhur si fillim ndonjëherë kurioziteti për të pyetur, çfarë është ky shërbimi, çfarë bëhet, çfarë ofrohet për mua si pacient, çfarë mund të marrun këtu. Por disa pasi duke ardhur, duke qenë se ne jetojmë edhe në komunitet edhe në qytet që është relativisht sa i vogël është sa i madh, po në komunitet neve ndajmë gjërat. Kur dikush ka ardhur, ka marrë një shërbim, ka marrë një këshillim, ka marrë një ndihmë për situatën në cilën është duke kaluar, pastaj ka kaluar edhe fjalë mbas fjale, di ka thënë një shoku, një shoqeje. Kuptojnë që ofrohet dhe një shërbim i tillë në qendra. Ndërkohë, Albert, ne pak më parë me doktoreshën përmendëm grup moshën pra fëmijët e vegjël dhe mënyrën se si ne duhet t'i edukojmë herët ato që të shmangim, të parandalojmë sëmundje të tilla. Po ka edhe raste të tjera, njerëzve që ndoshta gjatë gjithë jetës së tyre mund të kenë kaluar një jetë të lumtur në çift, po për arsye nga më të ndryshmet dhe shpeshherë ajo që haset më dëndur është vetmia e shumë personave, mund t'i çojë ata drejt një sëmundje të tillë të shëndetit mendor. Në fakt, unë përmenda vetëm vetmin, po cilët janë kryesisht faktorët që ndikojnë negativisht dhe që mund të jenë një risk për prekjen e sëmundjeve të shëndetit mendor? Edhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, realisht sëmundjet e aspektit të shëndetit mendor janë shtuar së shumti dhe gjithmonë më shumë çdo vit, duket që numri i personave që kanë nevojë për të marrë shërbim emocional apo psikologjik apo social janë rritur gjithmonë më shumë. Edhe realisht jo vetëm që është rritur numri i atyre që kërkojnë shërbim, po që kanë nevojë për këtë shërbim, po është rritur edhe ajo gama, le të themi, spektri i moshës në cilën paraqiten këto lloj ato individë që kanë nevojë për shërbim të tillë. Dhe realisht ne themi që individ saktuar, por realisht po ta mendosh thellë edhe nga ana praktike, çdo njeri prej nesh ka momente në jetën e tij apo të saj që ne kemi nevojë për një profesionist, kemi nevojë për dikë që të na ofrojë jo thjesht një
fjalë të mirë, se edhe fjala e mirë ndikon sepse nëse flasim mirë, nëse flasim pozitivisht, mendojmë pozitivisht, edhe jemi duke ecur drejt kësaj rruge të mirë, por akoma më shumë ne kemi nevojë për këshilla që na vijnë nga profesionistë të fushës së caktuar, të cilët mund të na ndihmojnë që të kalojmë atë problematikë që neve jemi duke kaluar në jetën tonë. Dhe sikur se thash, ne çdo njeri për nesh në jetën tonë, ne kemi nevojë, edhe pse mundohemi mos e pranojmë, ne kemi nevojë për të marrë një këshillë nga një profesionist, edhe i fushës së shëndetit mendor. Sepse jeta është e tillë, me dinamikën e saj, me ose pa dashje të fut edhe në gracka, në kurthe që ti nuk e kupton. Po ndërkohë konkretisht, si i ndihmoni këta njerëz që preken nga ankthi, ose shfaqin problematika emocionale që ju i kuptoni, cila është ndihma e parë që ju jepni? Pacientë që vinë së shumti për të kërkuar ndihmë pranë qendrës shëndetësore janë persona të cilët janë kaluar një stres, një ankth, një depresion të lehtë, paktën që trajtohen nga punonjës social, sepse nëse janë raste pacientë më të rënda, ne i referojmë tek shëndeti mendor, tek psikologu apo psikiatri, sipas nevojës apo sipas rastit. Po për së shumti janë persona të cilët janë kaluar më shumë janë ankth, stres, luhatje emocionale, çështje të mungesa e shërbimeve apo ndonjëherë edhe mosditja e ku të marrë një lloj ndihme të caktuar, një lloj shërbimi. Dhe një gjë që neve që bëjmë edhe si duke ofruar si shërbim punonjës social, është edhe bërja edhe ndërlidhja me shërbime të caktuara. Nëse dikush për shembull ka nevojë për ndihmë ekonomike, bëjmë referimin tek shërbimi social i bashkisë, apo nëse dikush është në prag pensioni dhe nuk di akoma çështjet për shembull se si mund të marrë një pension. Për shembull, kjo është bëjmë referim tek Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Apo nëse dikush ka një ndihmë imediate konkrete, mundohemi që të krijojmë anë të lidhjeve të ndryshme, qoftë institucione publike apo edhe OJF, që ofrojnë shërbime të caktuara për të ndërlidhur ata me këto shërbime. Edhe për ta lehtësuar pak gjendjen. Patjetër, kryesorja gjendjen e rënduar emocionale që mund të kenë këta persona. Kryesorja është ndihma imediate e personit. Pacientit që vjen. Ka shumë njerëz që dhe nuk e dinë që ofrojnë shërbime të tilla, madje nuk e dinë dhe rolin që mund të luajë një punonjës social në një qendër. Gjithsesi, çfarë vini re në kontakt me pacientët? Është ende tabu në shoqërinë tonë të flasësh për probleme të shëndetit mendor, po ndoshta që në problemet emocionale që mund të ketë një njeri. Një nga problematikat them që neve kemi ndoshta si shoqëri në tërësi është që ne kujtohemi për të marrë ose kërkojmë një shërbim të caktuar në momentin kur gjëra vetë e madhe. Për shembull, neve siç përdorim rëndom, ne shkojmë tek dentisti kur ne e shikojmë që është duke na dhëmbur apo na është enjtur dhëmbi, dhëmballa. Edhe nuk shkojmë rreth përpara për ta bërë një kontroll. Doktoresha pak më parë përmendë mirë që ideja është që parandalimi është ai shumë më e rëndësishëm, edhe është më mirë të parandalosh se sa të shërosh më mbrapa. Patjetër që ka shërbime dhe ofrohet ndihmë, por akoma më e rëndësishme është pjesa e parandalimit. Dhe nga njëra anë është pjesa e lindur, për shembull edhe nga ana e shëndetit mendor, janë njerëz të cilët kanë gjëra që janë gjenetike që janë të më të vështira për u trajtuar, por nga krau tjetër është ndikimi i madh social dhe jeta moderne në cilën ne jemi duke jetuar sot, që ka ndikuar akoma më shumë në shtimin e sëmundjeve të spektrit mendor. Po ashtu nga krau tjetër ne ndonjëherë i mundohemi që t'i mbajmë brenda, sepse mendojmë që po e dëgjoj një X i Y-it para çfarë do mendoj për mua, ndoshta do mbjerë statusin, ndoshta do mendojnë keq, edhe presim derisa bëhet shumë keq gjëja, edhe pastaj derisa se themi si punat të nxjerrshme me presion që vlon, zien nga brenda derisa pastaj shpërthen. Dhe fatkeqësisht për shembull ne kemi pasur për shembull edhe raste që dëgjojmë her pas here dhe në kronikën e zezës, në cilën dëgjojmë persona që kanë marrë vendime fatale apo vendime jo të mira për jetën e tyre, për shkak sepse nuk kanë kërkuar shërbim më parë, apo për shkak se edhe ndoshta personat e afërt për tyre nuk i kanë vënë në re, nuk i kanë orientuar, nuk i kanë ndihmuar për të kërkuar ndihmë. Kështu që unë do të nxjisja faktikisht shumë, sidomos rritin e ngushtë. Çdo njeri prej nesh ka një mik, një mike, një shok, një shoqe, prindër, fëmijë, motër, vëlla, të cilët apo të afërm të tjerë, në të cilët neve takohemi shpesh, edhe ne kemi në përditshmëri ç'kemi si dhe vazhdojmë. Po. Edhe mirë dhe kaq. Po
sa herë edhe ne dim që ajo mirë është thjesht shumë sipërfaqësore dhe nuk shkojmë më thellë për të kuptuar që shiko ne më pak më parë po më pyesje për shkak si evidenton kur dikush ka një problem. Në rast parë është edhe pjesa e qëndrimit. Ti shikon kur persona themi është i zymt apo ndoshta po lëton apo ndoshta është le të themi është po e them thonjza i pahekurosur që nuk po i kushton vëmendje shumë vetes së tij, duket që ka diçka apo vetes saq duket që ka diçka që po e shqetëson së brendshmi. Që as nuk ka mendjen për të kujdesur, le të themi për gjërat më bazike që normalisht do të kujdesej, normalisht do t'i bëj, le të themi do t'i interesonte. Kështu në këtë pikë neve mund të ndikojmë që në sa mund të ndihmojmë vetë, okay, por akoma më shumë për t'i dërguar në profesionistë për të marrë shërbimin e duhur sa mos jetë vonë. Ne përmendëm pak më parë emocionet, po ka persona që ndoshta ne nuk arrim ta kuptojmë, po mund të vuajnë nga krizat forta emocionale. Dhe këto mund t'i konstatojnë ose njerëzit që janë shumë të afërt, ose njerëzit që punojnë me ta. Mund të ofrojnë ndihmë, një qendër shëndetësore për një person që ka pikërisht këto situata, një krizë emocionale? Patjetër. Kjo është një nga gjërat që ne bëjmë në procesin edhe të këshillimit, së pari duke vlerësuar çfarë personazh duke kaluar, nëse është një ankth, nëse është një stres, nëse është një traumë që ka kaluar dhe tani është një post traumë që është duke kaluar së fundit nëse na ka ardhur pranë qendrës shëndetësore. Pra bëhet një lloj vlerësimi nëse është një depresion apo çfarëdo lloj tjetri që mund të jetë bëhet një vlerësim si fillim, edhe mbasi vlerësohet të rasti, atëherë shikohet që nëse mund të punojmë me këtë rast profesionisti i fushës, nëse është rast që mund të punoj me të, do ta marrë përsipër, nëse unë do ta marr përsipër dhe do të vazhdoj duke ofruar seanca këshillimi dhe ndjekje të rastit, ose nëse jo, pastaj do të bëhet referimi për tek specialistë që janë më të specializuar për të marrë shërbimin e caktuar. Po ajo pjesa e balancimit të emocional fillestar patjetër që ofrohet, pjesa po them jo thjesht pjesa e këshillimit themi në gjërësitë të fjalës, por edhe duke punuar, duke bërë stabilizimin emocional të personit. Duke bërë si tokëzimin e atij apo të saj, të emocioneve që personi është duke kaluar. Roli i punojësit social, i psikologut, i mjekëve, sigurisht që ka rëndësinë e vet për të konstatuar, edhe pse jo edhe për të parandaluar kur vë re tek një njerëz që ka qenë shumë mirë, po krejt papritur e shikoni që ka një lloj ndryshimi kur vjen bën ato vizitat e zakonshme. Ndihmën mund ta marr nga shërbimi, i ofrohet. Po sa e rëndësishme është që gjatë kësaj periudhe ketë dhe mbështetjen e familjarëve, dhe të miqve dhe të afërmve, se mund bëj dikush punën, por në krahun tjetër unë do të reagohem shumë, le themi, transparent në këtë pjesë. Ne përdorim në jetën e përditshme, le themi, përdorim të pjesë që duke shumë familje që janë familje të reja që kanë fëmijë të vegjël, edhe në rastin tim që kam vajza, ne kur jetojmë në përditshmërinë tonë, merrem me punë, me gjëra dhe pas herë për shembull bëjmë vizite edhe tek gjyshja, edhe kujtoj para disa kohësh duke folur me disa miq, po thoya që ne si prindër themi bëjmë sa punë, bëjmë goxha punë në orientimin, në vënien e rregullave edhe le të themi disiplinimin, kuptimin e mirë të fjalës të fëmijëve, dhe pastaj i dërgojmë për një ditë, 2 ditë të gjyshja dhe pastaj la duhet të bëjmë edhe një herë 2 javor punë. E njëjta gjë vlen edhe në rastin e ofrimit të shërbimit të këshillimit apo shërbimit vendor. Ideja është punonjës social, psikologu apo kushdo që është profesionist i fushës mund të bëj këshillimin, mund të ndihmojë në terapinë relaksuese, qoftë të frymëmarrjes, qoftë terapitë të tjera që ekzistojnë në fushën psikologjike, por çështja është pastaj që duhet ndjekur edhe ndikimi i social, siç kurse ju e përmendët, ndikon shumë, sepse nëse unë punoj gjatë një ore apo 45 minutash punoj me personin, me pacientin për ta orientuar, për ta ndihmuar, dhe më pas mjedisin cilën ai ose ajo jeton nuk është pozitiv, është e vështirë, pastaj trajtimi kërkon akoma më shumë më gjatë, sepse një orë me, le të themi, pastaj me 23 orë të tjera ndikon shumë. Mund të keni dëgjuar të është një shprehje kineze që thotë që duhet një fshat i tërë për të edukuar një fëmijë. Në këtë sens, pra duhet që edhe secili prej nesh të bëhemi bashk, edhe një nga gjërat që unë nxis dhe komunitet në gjëra për të bërë që të mos bëhemi apatik kur shikojmë probleme apo kur shikojmë situata që njerëz që kanë nevojë për ndihmë, por të përfshihemi në kuptimin e mirë të fjalës, jo për të bërë thashë theme, por për të dhënë ndihmë, për të ofruar ndihmë, për ta ngritur personin. Ndërkohë në punën tuaj të përditshme,
Keni vënë diçka, kemi një shtim të numrit të rinjve që përballen me problematikat shëndetit mendor, dhe nëse po pse janë shtuar? Fatkeqësisht po, gjatë punës time 2 vjeçare tashmë në qendrën sotë shëndetësore, nga fillimi i punës ishim më shumë në themi mosha e 3, të cilët ishin duke ardhur duke vojtur më së shumti nga vetmia, nga nevoja për të kaluar një kohë sociale edhe për të dalë nga shtëpia. Akoma shumë jam duke parë sidomos të vitin e fundit një rritje të rinjve, adoleshentëve, të cilët janë duke ardhur për të kërkuar ndihmë, për të kërkuar apo edhe prindërit e tyre janë duke ardhur për të sjellë adoleshentët, për të fëmijët e tyre, të cilët janë duke kaluar probleme të natyrës psikologjike. Realisht një nga gjërat që unë shikoj shpesh është edhe shumë profesionistë të fushës e dinë tashmë, edhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë, është përdorimi i shumt i celularit, i rrjeteve sociale që dashi për dashi ka ndikuar në izolimin e individit dhe duke harruar që shikoj që ka një botë të tërë, ka dhe një komunitet për rreth. Njerëzit futen, mund të shikosh në rrugë që me një palkufje në vesh, telefonin përpara apo në xhep, duke dëgjuar, duke parë dhe duke ecur apo thjesht duke qëndruar. Duke harruar që natyra rrotull tyre është kaq e bukur dhe me ngjyra. Po jetojmë një botë virtuale dhe njerëzit po harrojnë atë anën natyrale të saj. Kështu që një pjesë e madhe të rinjve që unë kam parë që kanë ardhur kanë pasur një probleme që lidheshin dukeshin më së shumti kishin ardhur nga kalimi i tepërt i kohës së tyre në telefon, duke neglizhuar pastaj detyra, duke neglizhuar komunikimin me familjen apo me bashkëmoshatarët. Që i ka çuar drejt izolimit. I ka dërguar drejt izolimit. Drejt izolimit, vërtet. Edhe ndonjëherë thjesht drejt izolimit brenda asaj, por ndonjëherë edhe në lidhje të gabuara që ata krijojnë, në miqësi të gabuara, që pastaj këto çojnë pastaj sërish në probleme të tjera sociale. Më të rënda, më të thelluara, sepse shkohet pastaj edhe në përdorimin e substancave, kemi të rinj që përdorin, është rritur për fat keq numri të rinjve që përdorin substanca, abuzimi me abuzimi seksual, që realisht më dëgjohet, apo edhe abuzime të ndryshme që ata bëjnë, sjellje të delikuente dhe shkojnë duke qenë të nxitur më së shumti thjesht nga dikush që mund të mos ekzistojë fare, në kuptimin apo mund të jetë thjesht një që mos e din kush është, tamam. Por që ata janë të ndikuar për ti. Ndërkohë që në të gjitha qendrat, në një pjesë të madhe të qendrave shëndetësore, se nuk i kemi në të gjitha, apo Albert, ne kemi punojësi social. Dhe ashtu sikurse e tham, dhe rithemi dhe në fillim të këtij emisioni, edhe tani vazhdojmë të themi që është shumë herë më lehtë të parandalojmë një sëmundje. Çfarë do lloj sëmundje? Ne folëm në fillim të emisionit për ekzaminimet që duhet bëjnë nënat, gratë, vajzat për ta parandaluar kancerin e gjyrit. Po kështu ndodh dhe me shëndetin mendor. Ne mund ta parandalojmë dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm, po duhet kuptojmë që ofrohen shërbime. Ndaj këto fletpalosje që Alberti ka sjellë sot në studio, janë fletpalosje të cilat mos janë ashkaloni, kërkojni dhe merrni për të marrë një informacion të plot se çfarë shërbimi ofron një punonjës social në një qendër shëndetësore që ndryshe mund ta gjeni me emërtimin qendër socio-shëndetësore. Nëse gjeni këtë emërtim, do thotë që aty kemi një punonjës social që ofron shërbime duke filluar nga këshillimet e deri në seancat e tjera. Mos hezitoni, Albert, edhe ti ke shumë fletpalosje në dorë, janë pikërisht në këtë qëllim që qytetarët të ndërgjegjësohen dhe të drejtohen qendrave të cilat kanë punonjës social. Unë shpresoj që në gjitha qendrat tashmë do të plotësohen me punonjës social, sepse është shumë i nevojshëm roli juaj. Një mesazh i fundit pikërisht në këtë datë që shumë e rëndësishme, po jo vetëm, ne flasim vazhdimisht për shëndetin mendor. Ne kujtohemi për gjërat më të rëndësishme kur ato na mungojnë. Ne kujtohemi për shembull rendim shumë mbas paras duke neglizhuar në shëndetin, dhe pastaj kur na ikë shëndeti kujtojmë që ajo çfarë vlen më shumë në jetë është shëndeti. Sepse një jetë kemi për të jetuar, edhe nëse na ikë shëndeti pastaj atëherë nuk ka asgjë më shumë. Kështu që unë do t'i nxis faktikisht të gjithë qytetarët, popullatën e gjerë që të kujdesen jo thjesht për financat e tyre, jo thjesht për pamjen e tyre themi të jashtme, jo thjesht për gjërat, shkollën, arsimin e çdo gjë tjetër, punën që janë të rëndësishme, por janë dytësore përpara shëndetit.
Kujtohuni që gjë e rëndësishme është shëndeti. Dhe thjesht shëndeti fizik, por në radh parë neve jemi një shpirt. Kështu që kujdesni për shëndetin tuaj shpirtëror, kujdesni për shëndetin tuaj emocional, kujdesni për shëndetin tuaj mendor, edhe më pas edhe gjërat e tjera do të vinë duke qenë të plot në shëndetin tuaj, si shpirtëror, si emocional, ashtu edhe fizik. Kështu që merrni kohë, kushtojeni kohë vetes tuaj, sepse kujdesi ndaj vetes, dashuria ndaj vetes nuk është egoizëm, por është realisht është një nder që ti bën vetes, por edhe personat që janë të dashur në rrethin tënd. Sepse ne përdorim shpesh edhe atë shprehje që të vdes unë për ty. Por realisht një person që vërtet të do apo që ti e do, realisht ti e tregon që do duke treguar vepra. Duke jetuar për të, duke ndihmuar ata, duke qenë ndihmuar, është e vërtet. Në shëndetësi i përdor dhe shprehje që ti nuk mund të ndihmosh dikë nëse ti je smur vet. Kështu që në të rast kujdesni për shëndetin tuaj shpirtëror. Që dhe njerëzit që keni rrotull vetes të jenë po kaq të shëndetshëm sa ju. Është shumë e vërtet. Unë Albert falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që të kisha në studio, po të ftoj vazhdimisht të vish, sepse jam e di shumë mirë që punojësit e qendrave shëndetësore me cilët përballen për herë të parë çdo pacient, aty troket për herë të parë tek një qendër shëndetësore, e di që ju vazhdimisht bëheni pjesë e trajnimeve për tematika nga më të ndryshmet dhe është shumë e interes edhe për ne që ta ndajmë me publikun e gjerë në mënyrë që sa më shumë të jemi të informuar, do të ndërgjegjësohemi për të qenë pranë jush, pranë profesionistëve. Kështu që ju uroj shumë suksese ju dhe gjithë stafit që punoni në qendrën shëndetësore numër 3. Ju falenderoj shumë për ftesën, edhe ishte edhe për mua kënaqësi që të ishim së bashku, edhe uroj gjithë të mirat vetëm për juve, për gjithë emisionin dhe për çdo njërin që na dëgjon. Faleminderit. Mirë, me urime dhe me mesazhe kuptim plota, të cilat gjithmonë kanë në qendër parandalimin në një sëmundje çfarë do lloj qoftë ajo, ne ju urojmë një mbrëmje të qetë. Do të rishihemi te e ardhshme, do të flasim për të tjera tematika.